çfarë do na thot Dashi këtë javë, çfarë do lexojmë tek pjesa e Dashit. Dashi në këto kohë po qëndron pak të organizuar në shoqëri. Kanë plane, ide, të cilat po i ndajnë së bashku dhe po manifestojnë për këtë pjesën e këtyre të dashurisë tek Dashi. Shikoj që dashët shumë e shikojnë veten e tyre si ku janë në qendër të vëmendjes, por realisht ndikojnë pak personat të cilët janë pas shpinë, të cilët thorin intriga, thorin manipulime, thorin pjesë të egos së saj në demonstrime të ndryshme, por shikoj që kanë karakter të fortë, femrat tek Dashi kanë një karakter të fortë dhe ndikohen shumë në planetin e Mërkurit, të cilët kanë pjesën e komunikimit, e ruajnë pjesën e komunikimit, pa çka se ato përballen me persona të cilët duan të imposhtin ose më saktë i falin negativitet në energji. Shikoj që po lufton me pjesën e përballjes politikës së jetës që ato kanë thurur. Shikoj persona të cilët kanë dëshirë të manifestojnë për pjesën e suksesit të tyre. Shikoj në dy anë të egos së femrave, qëndrojnë, kërkojnë paqen, kërkojnë dashurinë, kërkojnë dhe pjesën e sinqeritetit. Por shikoj dhe pjesa e meshkujve të cilat kanë një forcë të tyre brenda vetes që kërkojnë të rregullojnë marrëdhënien e tyre sepse kanë pasur një triumf në vetvete të cilat përballje me mendime, përballje me ide, përballje me sfida, ku kanë qenë dhe pjesë e një bashkëpunimi. Shikoj që bëjmë plane dhe ide të ndryshme për të arritur një pentakul fati dhe paçka se mbulohen nga një pjesë e forcës dominuese tek ato. Tregojnë shumë pushtet, tregojnë pjesën e guximit dhe më saktë e shikoj që do kenë një bashkëpunim të plot midis marrëdhënies së tyre në dashuri. Shikoj personë të cilët mund të jenë të tradhtuar nga pjesa e bashkëpunimit në financa, shikoj pjesën që ka dominuar pjesa e forcës midis tyre, por realisht qëndrojnë pak në mendime të vendosur dhe shikoj që udhëtimi i tyre arrin në përfundim për arritjen e suksesit në dashuri, në punë dhe gjithçka tjetër që ato kanë performuar. Çfarë mesazh do priten brenda tyre dhe si do vazhdojnë pjesa e curisë së dashve? Si do jetë pjesa e dashurisë? Do jetë e plotësuar apo do jetë e paplotësuar? Shikoj që dashuria e tyre do jetë këtë javë, do jetë ato që janë pjesë e marrëdhënies në lidhje, do kenë një formulim të marrëdhënies së tyre, do kenë një qartësi midis tyre dhe vendosje për të vazhduar më tej në historinë e dashurisë.